Ai kishte gjithçka që parat mund të blinin, por brenda ndiej bosh. Vendosi të vishej si një i pastre për të gjetur dashuri të vërtetë. Derisa një pastruese e varfër ndaloi në trotuar dhe bëri diçka që asnjë grua e pasur nuk kishte bërë kurrë për të. Ajo që ndodhi më pas i tronditi të gjithë. Leonardo qëndronte përpara pasqyrës në garderobën e tij gjigante, duke parë dhjetëra kostume të shtrenjta të varura si ushtar në rresht. Ai kishte gjithçka që dikush mund të ëndërronte, por nga brenda ndihej si një shkretëtir. Gratë hynin në jetën e tij çdo ditë, gjithmonë të interesuara për kartën e kreditit, kur për zemrën. Duhet të zbuloj nëse ekziston dashuri e vërtet në këtë botë, murmuriti ai, duke kaluar dorën nëpër flokë. Vendimi që mori në atë moment duke i çmendur, por ishte mënyra e vetme për t'u siguruar. Do të shtirej si një tjetër njeri. Do të jetonte si dikush që nuk kishte asgjë, për të parë nëse dikush do ta donte për atë që ishte vërtet. Zbriti në bodrumin e vilës dhe mori rroba të vjetra që i përdorte për kopshtarin. I ndoti me dhe i grisi në disa vende, i çrregulloi flokët. Kur u pas sërish në pasqyrë, as vet nuk e njohu veten. Dukej si çdo njeri i zakonshëm që lufton për të mbijetuar. Zgjedhja e vendit nuk ishte rastësi. Përpara ndërtesës ku funksiononte kompania e tij, kalonin qindra njerëz çdo ditë. Nëse do të provonte njerëzimin, do ta bënte aty ku kalonin më shumë njerëz. Leonardo ul në trotuar, u mbështet pas murit dhe vendosi një kapel të vjetër përpara, sikur të kërkonte ndihmë. Orët e para ishin shkatërruese. Njerëzit kalonin pranë tij sikur të ishte i padukshëm. Disa e shikonin me përbuzje, të tjerë shmangnin vështrimin krejtësisht. Një burr me kostum madje bëri komente të këqija për njerëz që nuk duan të punojnë. Leonardo ndjeu një trishtim të thellë, jo për veten, por për mënyrën se si bota i trajtonte ata që kishin nevojë. Dielli po bëhej më i fortë kur pa një grua që ecte me nxitim në trotuar. Ishte qartësisht me vonesë, mbante një çantë të thjeshtë dhe shikonte orën në dorë. Ajo kaloi pranë tij, por pas disa hapash ndaloi. Leonardo e pa kur u kthye dhe u afrua drejt tij. Më fal, të pash këtu dhe... Tha ajo paksa pa frym. A je mirë? Ke nevojë për diçka? Leonardo ngriti syt dhe pa fytyrën më të sinqertë që kishte parë ndonjëherë. Nuk kishte keqardhje të rreme, as ndjenje e përsie. Kishte shqetësim të vërtet, sikur ajo të kujdesej vërtet për një të panjohur të plotë. Po kaloi disa probleme, u përgjigj ai, duke u përpjekur ta bënte zërin më të dobët. Nuk kam ku të qëndroj. Gruaja hapi çantën pa hezituar, nxori disa kartëmonedha të palosura dhe ia zgjati. Nuk është shumë, por duhet të mjaftoj për të bler diçka për të ngrënë. Ka një furrë në cep që shet bukë shumë lirë. Leonardo shikoi paratë në dorën e saj. E dinte që ato kartëmonedha ndoshta ishin dreka e saj, ndoshta edhe bileta për t'u kthyer në shtëpi. Gjesti ishte kaq i thjeshtë dhe njëkohësisht kaq i fuqishëm, sa sytë ju mbushën me lodh. Faleminderit, tha ai duke i marrë. Nuk kishe nevojë. Të gjithë kemi nevojë për ndihmë ndonjëherë, e ndërpreu ajo me një buzëqeshje. Quhem Letësia. Po ti? Leonardo, u përgjigj ai pa menduar të shpikte një emër tjetër. Leonardo, unë punoj në këtë ndërtesë, kaloj këtu çdo ditë. Nëse ke nevojë për diçka tjetër, më kërko. Nuk kam shumë, por gjithmonë ka diçka për të ndarë. Letësia shikoi sërish orën dhe bëri një shprehje shqetësimi. Jam shumë vonë, por ishte kënaqësi të njoh, Leonardo. Kujdesu për veten. Ajo u largua me vrap drejt hyrjes së ndërtesës dhe Leonardo mbeti aty duke mbajtur paratë në dorë, duke u përpjekur të kuptonte çfarë kishte ndodhur. Në orët e fundit, dhjetëra njerëz të veshur mirë dhe me para në xhep kishin kaluar pranë tij pa e parë fare. Letësia, që qartazi nuk kishte shumë, ndaloi, ofroi ndihmë dhe u shqetësua sinqerisht. Leonardo i futi paratë në xhep, por nuk ishte vlera ajo që kishte rëndësi, ishte domethënia e atij gjesti. Për herë të parë pas shumë vitesh, dikush kishte treguar mirësi të vërtet, pa pritur asgjë në këmbim, pa ditur kush ishte ai, sa kishte në bank, çfarë makinash drejtonte. Ai qëndroi në trotuar duke menduar për Letësian, mënyrën si fliste, të thjeshtë dhe të drejtë për drejtë, si ofroi ndihmë pa pyetje të tepërta apo gjykime, si premtoi se do të kalonte aty çdo ditë nëse do t'i duhej diçka. Orët kaluan ngadalë. Disa njerëz i hodhën monedha nga larg, sikur ai të ishte diçka që mund të infektonte, por askush tjetër nuk ndaloi të fliste, të pyes emrin e tij, ta trajtonte si njeri. Vetëm Letësia e kishte bërë këtë.
Kur lëvizja filloi të binte, Leonardo u ngrit dhe shkoi te fora që ajo i kishte treguar. Bleu një bukë me paratë e saj, më shumë për simbolik se sa për uri. Teksa hante, mendonte sa zbuluese ishte ajo përvojë. U kthye në shtëpi në fund të ditës me mendjen plot. Shërbyesja e pyeti ku kishte qenë, e çuditur nga pamja e tij, por ai shmangu përgjigjen. U ngjit në dhomë dhe qëndroi duke parë nga dritarja, duke menduar për Lekcian. Ajo kishte thënë se kalonte aty çdo ditë. Kishte sinqeritet në zërin e saj që ai nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Vendosi të kthehej të nesërmen. Duhej ta njihte më mirë atë grua që kishte ndaluar në nxitimin e jetës për të ndihmuar një të huaj. Ndërsa hiqte rrobat e ndotura, Leonardo buzëqeshi për herë të parë pas shumë kohësh. Ndoshta ekzistonte vërtet mirësi në botë dhe ndoshta ai sapo e kishte gjetur. Ai kishte kërkuar më shumë për Lekcian në kompjuter dhe kishte zbuluar gjëra që e bën të ndihej edhe më i impresionuar, por njëkohësisht edhe më fajtor. Gjeti regjistra të vjetër nga koha kur ajo studionte infermieri, nota të shkëlqyera, vlerësime nga profesorët, pjesëmarrje në projekte vullnetare në spitalin e fakultetit. Lekcia nuk ishte vetëm një njeri i mirë, ajo ishte e zgjuar, e talentuar dhe kishte hequr dorë nga gjithçka për të kujdesur për familjen. Zbuloi gjithashtu se ajo punonte në 3 vende të ndryshme për të paguar shpenzimet. Përveç pastrimit në ndërtesën tregtare, bënte pastrim në një klinikë gjatë fundjavave dhe merrte punë shtesë sa herë që i dilte mundësia. Faji që ndjente Leonardo ishte shkatërues. Aty ishte një grua që luftonte kundër çdo vështirësie, që sakrifikonte ëndrat e saj për familjen dhe ende gjente kohë e energji për të ndihmuar një të panjohur në rrugë. Ndërsa ai po i gënjente, po luante me ndjenjat e saj dhe megjithatë nuk ishte ndjer kurrë kaq i gjallë. Bisedat me Lekcian kishin zgjuar tek ai emocione që prej vitesh ishin fjetur. Mënyra si ajo e shikonte, si kujdesej vërtet, si ofronte ndihmë pa pritur asgjë në këmbim. Leonardo u ngrit dhe shkoi te dritarja panoramike e apartamentit, prej nga shihej i gjithë qyteti. Të gjitha ato drita përfaqësonin jetë, histori, njerëz që luftonin për të mbijetuar. Dhe diku atje poshtë ishte Lekcia, ndoshta ende zgjuar, e shqetësuar për faturat apo për shëndetin e nënës. Mori një vendim. Do të vazhdonte maskimin edhe për disa ditë, por jo nga kureshtja apo si eksperiment social. Do të vazhdonte sepse donte ta njihte më mirë atë grua të jashtëzakonshme. Donte të kuptonte nga vinte ajo forcë, ajo mirësi, ajo aftësi për të dashur. Dhe ndoshta, thellë brenda vetes, po fillonte të dashurohej për herë të parë në jetën e tij. Agimi e gjeti Leonardon ende zgjuar, duke menduar se si mund ta ndihmonte Lekcian pa zbuluar identitetin e tij. Donte të bënte diçka për nënën e saj, për ilaçet e shtrenjta, për arsimimin e djalit, por e dinte që ajo kurrë nuk do të pranonte ndihmë nga një i panjohur. Duhej të ishte krijues, të gjente një mënyrë për ta përmirësuar jetën e saj pa ngritur dyshime, sepse kishte kuptuar diçka thelbësore. Lekcia nuk ishte vetëm e mirë, ishte edhe shumë dinjitoze. Leonardo mbërriti në trotuar më herët se zakonisht, i paduruar për ta parë. Kishte kaluar gjithë natën duke menduar për të, për bisedat e tyre, për forcën që ajo tregonte edhe pse përballej me kaq shumë vështirësi. Kur e pa duke u afruar me një çantë termike në dorë, zemra i rahu fort. Mirëmëngjes, Leonardo, tha ajo me atë buzëqeshje që ndriçonte gjithçka. Si kalove natën? Mirë, faleminderit. Po ti? Si gjithmonë, me vrap. Por sot të solla diçka. Ajo u ul pranë tij dhe hapi çantën termike. Nxori një enë ende të ngrohtë. Të bëra një drekë. Ushqim shtëpie, me kujdes. Leonardo e mori enën me duar që i dridheshin. Nuk ishte vetëm ushqimi që e prekte, ishte fakti që dikush ishte zgjuar më herët, kishte menduar për të, kishte bërë diçka posaçërisht për të. Lekcia, nuk duhej. Duhej, e ndërpreu ajo. Ushqimi i rrugës nuk është i shëndetshëm. Duhet të ushqehesh mirë nëse do të kesh forcë për të kërkuar punë. Kur hapi enën, pa oriz, fasule, pul të copëtuar dhe perime me ngjyra. Gjithçka e rregulluar me kujdes, sikur të ishte për dikë shumë të rëndësishëm. Dhe në atë moment ai u ndje vërtet i rëndësishëm për herë të parë pas shumë vitesh. Si gjete kohë për ta bërë këtë, pyeti ai, duke e ditur se ajo punonte pa pushim. U zgjova pak më herët. Nuk ishte asgjë e madhe. Por Leonardo e dinte se ishte shumë më tepër se kaq. Ajo kishte sakrifikuar orë gjumi dhe para që nuk i tepronin, vetëm për të kujdesur për një të huaj. Lekcia, pse bën kaq shumë për mua?
Ajo heshti për pak qaste duke parë lëvizjen e rrugës. Kur babai im vdiq, unë dhe nëna ime kaluam një periudhë shumë të vështirë. Kishim ditë që nuk kishim çfarë të hanim. Unë isha shtatzën me Pedrinjon dhe po kujdesesha për nënën që sapo kishte marrë diagnozën. Nuk kisha punë, nuk kisha ku të shkoja. Një ditë isha ulur në një stol parku duke qarë. Një zonjë e panjohur u ul pranë meje. Nuk tha asgjë, vetëm qëndroi. Pastaj më dha një zarf me para dhe tha, bi, ndonjëherë duhet të jemi engjëj në jetën e dikujt. Që atëherë, sa herë që mundem, përpiqem të jem ai engjëll për dikë tjetër. Leonardo u prek thellë. Lekcia nuk po e ndihmonte nga mëshira, por sepse po kthente një mirësi që kishte shpëtuar jetën e saj dikur. Në atë moment, pa një burr që po afrohej. Gjaku ju ngrirë. Ishte Marcelo Ferraz, një biznesmen që e njihte. Nëse ai e njihte, gjithçka do të zbulohej. Leonardo uli kokën, por ishte vonë. Leonardo Mendes, tha Marcelo i habitur. Çfarë po bën këtu kështu? Lekcia i shikonte të dy, e hutuar. Marcelo vazhdoi, ky është Leonardo Mendes, pronari një prej kompanive më të mëdha financiare në vend. Heshtja ishte e rëndë. Lekcia e shikoi Leonardon me tronditje, me dhimbje dhe zhgënjim. Si është e mundur, pëshpëriti ajo. Marcelo u largua, duke kuptuar se kishte folur më shumë se duhej. Lekcia mbeti përballë Leonardos. Pra, ti më ke gënjur që nga dita e parë. Më le të mendoja se kishe nevojë, ndërsa ti ke gjithçka. Unë hoqa nga goja e fëmijës tim për të ndihmuar. U zgjova herët për të bërë ushqim. Çdo fjalë ishte si thik në zemrën e tij. Lekcia, më lejo të shpjegoj. Unë doja të dija nëse dikush mund të më donte për atë që jam, jo për atë që kam. Dhe ti më tregove çfarë është dashuria e vërtetë. Ajo e shikoi me hidhërim. Si mund të besoj dikë që më gënjeu që në fillim? Leonardo mori frym thellë. Emri im i plot është Leonardo Mendes Silva. Kam ndërtuar kompaninë nga zero. Kam gjithçka, por jam i vetëm. Kam humbur nënën dhe që atëherë jetoj me faj dhe zbrazët ti. Kur të njoha ty, për herë të parë u ndjeva i gjallë. Çdo bisedë, çdo buzëqeshje e jotja ishte e vërtetë për mua. Gabova rënd, por ndjenjat e mia për ty janë të sinqerta. Lotët i rridhnin. E di që s'ka justifikim. Por do të kaloj gjithë jetën duke u përpjekur të tregoj se meritoj një shans të dy. Lekcia e dëgjoi në heshtje. Dhimbja ishte ende aty, por në sytë e saj kishte edhe dëmshuri. Ti më lëndove thellë, tha ajo. Më bëre të dyshoj në veten time, në besimin tim tek njerëzit. E di, u përgjigj ai me zë të ulët, por e vërteta ime është kjo, jam një njeri i humbur që gjeti dritë tek ti dhe nuk dua ta humbas atë dritë. Lekcia tunte kokën ngadalë. Leonardo, më duhet kohë për të menduar. Duhet ta përpunoj gjithë këtë. Sa kohë të duhet? Pyeti ai me zë të dridhur. Nuk e di. Ndoshta shumë. Ndoshta kur nuk do të arritë të fal. Mendimi se mund ta humbiste Lekcian për gjithmonë e mbushi Leonardon me një dëshpërim që nuk e kishte përjetuar kur më parë. Mund të pres? Do të pres sa të duhet. Pse? E pyeti ajo duke e parë drejtë në sy. Sepse unë vlej kaq shumë për ty. Leonardo mori frym thellë dhe vendosi të thoshte të vërtetën më të rëndësishme nga të gjitha, sepse ti më mësove të dua, sepse më tregove se ekziston mirësia e vërtetë në këtë botë. Sepse kur të shikoj, shoh njeriun që do të doja të isha. Dhe sepse jam i dashuruar me ty në një mënyrë që kur nuk e kam menduar të mundshme. Jo për atë që ke, as për atë që bën për mua, por për atë që je. Lekcia e shikoi për disa çaste që ju duken si orë të tëra. Pastaj mori veglat e pastrimit nga toka dhe u drejtua nga ashensori. Lekcia, prit, e thiri ai. Ajo u kthye. Leonardo, tani duhet të punoj. Dhe ti duhet të më japësh hapësirë për të menduar. A mund të telefonoj? A mund të kërkoj? Jo, kur të jem gati të flas, nëse një ditë do të jem, unë do të kërkoj. Dyert e ashensorit u mbyllën duke e larguar gruan që ishte bërë gjëja më e rëndësishme në jetën e tij. Leonardo mbeti në hall, në vështrimet e të gjithëve që kishin parë skenën. Zoti Carlos, roja i sigurisë, ju afrua. Zoti Leonardo, me gjithë respektin, Lekcia është një grua shumë e veçantë.
Nëse arrini ta fitoni faljen e saj, do të jeni njeriu më me fat në botë. E di, tha Leonardo me zë të ulët. Kaluan 3 ditë dhe ai ishte i shkatëruar. Nuk punonte, nuk hante, nuk mendonte për asgjë tjetër veç saj. Marina, kujdestarja e shtëpisë, e shihte të endet si hije. Dashuria e vërtet nuk fitohet me dëshpërim, i tha ajo. Fitohet me të vërtet dhe durim. Ndërkohë, Lecia po kalonte ditët më të vështira të jetës së saj. I tregoi gjithçka nënës, Dona Isabel. Kur flisnit, e pyeti ema, a dukej sikur po të gënjente në ndjenja? Jo. Ai dukej i sinqert. Dhe kjo ishte ajo që e dhemte më shumë. Në ditën e 4, Leonardo shkoi para ndërtesës ku ajo punonte, këtë herë i veshur normalisht me një tabel në duar. Lecia, kam nevojë për faljen tënde. Kur ajo e pa, u trondi. Çfarë po bën? Të gjithë po shikojnë. Nuk më intereson. Vetëm dua të flas me ty. U ulën në të njëjtin stol në park. Ai i tregoi se kishte mësuar për jetën e saj, për nënën, për studimet e lëna, për punët e shumta. I ofroi ndihmë financiare, por ajo u ndje e fyer. Ti mendon se çdo gjë zgjidhet me para, tha ajo. Por ka gjëra që parat nuk i blejnë. Si besimi im. Atëherë Leonardo e kuptoi gabimin. E grisi çekun para syve të saj. Nuk dua të zgjidh asgjë me para. Dua të më mësosh. Dua të më mësosh si të jem njeri më i mirë. Lecia pa në sytë e tij diçka të re, për ulësi të vërtetë. Një shans, tha ajo më në fund. Por pa gënjeshtra. Kur më? Dhe pa u përpjekur t'i zgjidhësh problemet e mia me para. Premtoj. Ajo i zgjati dorën. Atëherë le ta fillojmë nga e para. Më vonë atë ditë, Leonardo shkoi në shtëpinë e saj. Një apartament i thjesht, por plot dashuri. Njohu Dona Isabel dhe djalin e vogël, Pedrinjon. Ti e burri që mamaja pëlqen? E pyeti fëmia pa drojë. Leonardo u emocionua. Dona Isabel e pa drejt në sy. Je gati të pranosh këtë familje ashtu siç është, me sëmundjen time, me nipin tim, me jetën tonë të thjeshtë? Po, u përgjigj ai pa hezitim. Kaluan muaj. Leonardo u bë pjesë e përditshmërisë së tyre. Ndihmonte në shtëpi, luante me Pedrinjon, kujdesej për Dona Isabel. Mësoj të gatuante, të rregullonte gjëra, të gjente lumturi në gjërat e vogla. Një pasdite, Pedrino e pyeti, do të martohesh me mamin tim? Leonardo u gjunjëzua para Lecias. Ti më mësove çfarë është dashuria e vërtetë. Lumturia nuk blihet, ndërtohet. A do të martohesh me mua dhe të formojmë një familje të vërtetë? Lotët rridhnin nga sytë e saj. Po, pëshpëriti. Një vit më vonë, u martuan në një ceremoni të thjeshtë, por plot dashuri. Dona Isabel ishte më mirë me trajtimin e duhur. Lecia u kthye në universitet për të përfunduar studimet e infermierisë. Pedrino e thërriste Leonardon babi. Leonardo mësoi se dashuria e vërtet nuk fitohet me mashtrime apo me pasuri, por me të vërtet, durim dhe gatishmërinë për t'u bërë çdo ditë një njeri më i mirë. Dhe kështu, burri që u shtir si i varfër për të gjetur dashuri, zbuloi se pasuria e vërtet ishte të ishte i dashur për atë që ishte në të vërtetë.